Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për situatën politike, por edhe atë të aktualitetin në Ballkan, Kosovë, Shqipëri, edhe me gjerë me analistin zotin Lulzim Veliu, i cili ndodhet në Gjermani. Zoti Veliu, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju. A kemi një krisje mes Rusisë dhe Serbisë, apo zhvillimet e fundit janë thjesht një bllaf? Kanë qarkuar mjaft lajme, jo një uzinë që shpërtheu, deklarata? Kemi vetëm deri më tani kemi 2-3 ditë e fundit deklarata, sidomos ishte ajo e mbrëmshme kur u tha se Serbia mbrapa shpinë po shet armatim për Ukrainën. Mirë, po unë mendoj se në politikat e tilla, apo në diplomaci duhet pritur pak më shumë për të qenë të saktë për të komentuar një gjë të tillë. Pasi që dihet se Vučići është nga njerëzit e dashur dhe të afërt të Rusisë dhe të Putinit. Pra ishte i vetmi lider evropian i cili mori pjesë në festën e 9 majit në Rusi, pra përkundër thirrjes nga Bashkimi Evropian dhe vendet mike, vendet evropiane dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, ishte pra Vučići ai që vendosi për të qenë pjesë e takimit me Putinin në Moskë. Dhe mendoj se duhet pritur. Është mëse e vërtetë se Serbia ka shitur armë Ukrainës, jo vetëm në këtë rast. Gjëra të tilla ka pasur edhe para 2 vitesh, pasi që Serbia posedon armatim rus dhe për ushtrin Ukrainës ka qenë armatim dhe mjetet të cilat i ka njohur dhe i kanë ditur mirë për të punuar. Pra, kjo ndoshta është nga arsyet pse Serbia i ka shit këtë armatim në njërën anë, kurse në anën tjetër Serbia është as dinake sa din që të shfrytëzojë të dyja polet për të forcuar pozicionin e saj ndërkombëtar. Pra, konsum nga aktorët e vegjël, pa arritur te Vučići dhe Putin. Edhe një herë, më fal. Diçka për konsum atëherë është hedhur nga aktorët e vegjël, pa arritur te Putin dhe te Vučići. Po është vështirë për të thënë diçka më herët. Në qoftë se në ditët në vijim do kemi edhe deklarata të tilla edhe nga zyrtar rus, jo vetëm Putini, po qoftë edhe nga ndonjë diplomat tjetër, atëherë është për t'i besuar një gjë të tillë, pasi kishte fjalë se përkundër atyre që u fol më herët, është shumë e mundshme që Vučići në Moskë mbrapa shpinës, pra kishte mbështetjen e evropianëve dhe ishte i shtyer nga ta për të shkuar, e në anën tjetër u bën gjithaja çfarë u fol, çfarë thamë edhe ne paraprakisht. Zoti Veliu, çfarë po ndodh me qeverinë e re? Kur do ta kemi në Kosovë? 23 seanca, pa kryetar kuvendi. Me qeverinë e re nuk po ndodh asgjë, ne nuk kemi qeveri të re ende, por është duke ndodhur një skandal që deri më tani nuk i kemi pasur në Kosovë. Kemi 23 tentativa për një seancë e cila nuk po arrin të mbahet, pasi nuk kemi një dakordim, nuk kemi një koalicion, nuk kemi një marrëveshje me subjekte politike dhe si të tilla asnjëra as pala tjetër nuk e kanë numrat për të krijuar qeverinë dhe pikërisht janë ata numra që nuk e krijojnë qeverinë që e bëjnë të pamundur edhe zgjedhjen e kryetarit të parlamentit apo konstituimin e parlamentit të Kosovës. Nga SBA prisni një ndërhyrje për t'i dhënë rrugdalje? Mua më duket se kësaj radhe kemi pasur vetëm deklarata si nga partnerët tanë evropian, ashtu edhe ata amerikan, mirë po një ndërhyrje me sa duket ata tani nuk janë të interesuar për të bërë. As Bashkimi Evropian? As Bashkimi Evropian. Pra, kemi deklarata dhe thirrjen nga ta se institucionet duhet krijohen, mirë po ndërhyrjen nga ta të paktën deri në këto momente, gjithçka mund të ndryshojë brenda ditës. Mirë po me atë çfarë kemi parë deri më tani, nuk shihet një interesim i tyre për të ndërhyrë dhe për të ofruar zgjedhje. Zgjedhjen e kemi ne në dorë, zgjedhjen mund ta bëjmë ne, mirë po nuk duhet të jemi shumë kopras çfarë janë duke u treguar tani politikanët tanë të ngurtë dhe dëshirën për të pasur të gjitha. Ata duhet patjetër të flasin, të diskutojnë se jemi në një situatë shumë të vështirë, jo vetëm të
brendshme të Kosovës, por edhe në gjeopolitik. Dhe një gjë e tillë duhet ata të shty që në të mirë të Republikës dhe të qytetarëve të saj të krijojnë sa më parë institucionet e Republikës së Kosovës. Edhe diçka ju lutem, por në raport me Shqipërinë si shikoni Shtetet e Bashkuara në zgjidhjet e fundit? Është vetëm një majtis sigurt i izoluar, mund të themi, apo edhe në raport me Shqipërinë ka një ndryshim? Ja, nuk e mendoj se ka ndryshim me Shqipërinë. Shqipëria sot në arenën ndërkombëtare gëzon një respekt të veçantë, një respekt që mund të them se Shqipëria nuk e ka pasur asnjëherë prej ekzistimit të shtetit shqiptar. Mund të ketë propaganda të ndryshme, mund të ketë thirrje të ndryshme, mirë po sido që të jetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë asnjë arsye që të ftohen marrëdhëniet me Shqipërinë. Shqipëria është një nga partnerët më të mirë të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në raport me dy vendet atëherë presim që të bëhet më shumë. Mes dy vendeve mes nesh. Patjetër që pritet të bëhet më shumë dhe ne të gjithë kemi pritur se do të ishte dashur të bëhet më shumë në 4 vjeçarin e qeverisë kurti. Mirë po pikërisht ishte kjo qeveri që në një farë mënyre i ftohu marrëdhëniet dhe mirë po janë ftohur marrëdhëniet vetëm në mes të qeverive, por jo të qytetarëve shqiptarë, këndej andej kufiri. Zoti Veliu, faleminderit shumë. Faleminderit, ishte kënaqësi.